Ami, përshëndetje, inxhinier. Përshëndetje, ministre. Jemi sot në kantierin e bypassit Tiranës, që në fakt është ndër kantierët më strategjik që ne kemi, sepse bën ndërlidhje ndërmjet korridorit Adriatiko-Jonian, këtu man Kashar dhe pastaj vazhdimin e Kashar-Leka, autostradës vijuese. Dhe po ashtu ndërlidhje ndërmjet Tiranë-Durrës dhe autostradës Elbasanit, duke bërë dhe shmangjen e hyrjes në qytetin e Tiranës. Ami, si kanë ecur punimi këtu? Atëherë, ministër, gjithë bypassi ka një gjatësi rreth 21 km, ndërkohë që ARSH ka në zbatim 8.2 km e para. Ne në këtë moment jemi në fazën e parë, në kontratën e parë që kemi zbatim, e cila ka një gjatësi rreth 4.2 km. Realizimi fizik i punimeve, ai që i situacionuar është rreth 30%, 31%, ndërkohë që ecuria është mjaft pozitive, sepse këtu jemi në një terren shumë problematik. Me thonë që terreni është problematik në fakt. Eksakt, ai që po diskutonim edhe pak më përpara bashkë, pra këtu kemi një terren shumë problematik, edhe domethënë ka pasur një nevojë për mobilizim të shtuar nga ana e kontraktorit dhe inxhinieri mund të japë edhe detaje. Këtu në këtë kontratë janë përfshirë disa vepra të ndryshme arti, pra kemi tumbino, kamnale kulluese, mure mbajtës, të cilat janë prej betoni, po edhe në fasadë gabioni, ndërkohë që ka dhe një urë të cilën ne do inspektojmë pak më vonë, ndërkohë që ne bëjmë ecjen së bashku me një gjatësi 53 metër linear me 3 hapësira dritë. Aktualisht ne ndodhemi në segmentin ku po bëhet mbushja për të arritur kotën e dëshiruar të trupit të rrugës, ndërkohë që, siç edhe thash, punimet të vijnë mjaft mirë. Kjo është një kontratë që është lidhur në shtator të vitit të shkuar. Afatet janë 24 mujore, ne këtu nuk presim të kemi surpriza, kështu që mbyllet do të jetë në afat ose edhe më përpara, nëse edhe si thosh kushtet atmosferike. Nësa pash edhe 4 km i pasardhës është diku në 30% të punimeve të situacionuara. Sakt, ministër, edhe faza e dytë është në po të njëjtën situatë. Aktualisht po bëhen punimet për gërmimin, skarifikimin edhe mbushjen. Nëse këtu jemi duke në fazën që po hapet dhe geotekstili në pjesën e 3000 metër linear të trupit të rrugës, në fazën tjetër është hapur plotësisht të trupi i rrugës në gjithë gjatësinë e tij. Kështu që dhe aty kemi një ecuri mjaft pozitive. Dhe ndërkohë ju keni në plan, ARSH-ja ka në plan që të hapi dhe procedurën përkatëse pastaj për ndërlidhjen e banorëve dhe fshatrave me pjesën e bypassit. Atëherë, loti 1 është ndarë në 3 faza, sikur si ju thash në fillim, ne kemi në zbatim 2 fazat e para. Ne presim të hedhin për procedurën për fazën 3, që është ajo që ka rrugët të lidhëse, pra rrugët dyqësore që bëjnë ndërlidhjen e gjithë fshatrave që preken nga ky bypass, por dhe vetë lidhjen e bypassit me rrugën kryesore, pra ato të autostradës, por dhe pjesën fundore që lidhet me kombinatin aktualisht. Inxhinier, si kanë ecur, ju pa më parë edhe një diskutim që jeni duke bërë me ARSH-n për të përket disa diskutime teknike, sa i përket cilësisë së tokës dhe mbushjes së trupit të rrugës, dhe vazhdimin, sepse kjo rrugë konsiston në 3.5 km mbushje dhe pjesa tjetër në gërmime masive. Jemi në diskutim teknik me ARSH-n për mbrojtjen e shpateve, pasi janë informacione gjeologjike relativisht të dobta. Tirana dihet se ka këto lloj informacione. Për sa i përket ecurisë së punimeve në mbushje, gati kemi mbushur 3.5 km, gati 4.2 mijele, që është pjesa e kodrave. Janë trajtuar gjithë veprat e vogla të artit, gati në përfundim ura e madhe e limotit, që është projimi i madh në këtë zonë. Atë City Park që kanë tani? Po, atë asaj urës të afro. Parku dhe dalja. Pra, kemi dhe gjithë bonifikimet, i kemi trajtuar, dhe kërkesat e banorëve për nga dishmërim nga Rinjërane, rrugën anën tjetër. Po, si kjo është e rëndësishme në fakt, edhe dëgjimin e gjithë shqetësimeve të banorëve, pasi në fakt kjo do dali një zonë strategjike, sepse normalisht do ketë zhvillimin përkatës, po ne duhet i parashikojmë të gjitha që vështëria e mjeteve dhe banorëve mos të pritet në asnjë moment. Shkëlqyer. Tani jam ide të shikojmë urën që do punon. Po, mirë, kjo fazë ka edhe një urë që, siç u thash, është 53 metër lineare gjatë me 3 hapësira dritë, 2 nga 16 dhe një hapësirë dritë 21 metër linear. Shkëlqyer. Ne ndodhemi te Projlimundit, është një urë 83 metra me 3 hapësira, cila i përmbush shumë mirë emergjencat e këtij proji, për një prurje me rezervë rreth 100 vjeçare, ndoshta edhe më. Pra jemi në anën e sigurt, duke marrë parasysh edhe në
të shkuarën që kanë ndodhur disa problematika pak më fort. Po, ne po diskutonim që në fakt ky është një nga ato projekt që kanë shkaktuar para disa vitesh dhe përmbytjen e autostradëve dhe të qendra tregtare këtu afër, apo jo? Po, pasi kanë pati ndërhyrje privatist në kombine shumë të vogla, dhe tore. Kurse këtu jemi në një urë që siguron një gjatësinë e kësaj, 100 vjet e tij. 100 vjet rrugish. Pra nuk do të kemi më këtë situatë që ka ndodhur dikur. Garantojmë që projekti të vazhdojë rrjetën e tij natyral. Shumë mirë. Ndërkohë, ministër, ndjes, këtu jemi në fakt edhe në afërsi të objektit një ndër objektet e fundit që kanë mbetur për shpronësim, pra që duhet të bëhet procedura dhe di për mendimin e Këshillit të Ministrave. Pasi me shpronësimin e këtij objekti, pastaj bëhet i mundur dhe lidhja komplet, lidhja me lodhin paraardhës. Ky në fakt, siç e thamë, është vetëm 8 kilometër që i parami i bypassit, ndërkohë pjesa e mbetur rreth 13 kilometër ne jemi në fazën përmbyllëse me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për të financuar pjesën e mbetur të bypassit. Ky 8 kilometër që është i rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Leke, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe ka ngelur vetëm projekti i zbatimit për të miratuar nga autoriteti rrugor shqiptar dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme pjesë e korridorit Adriatiko Jonian. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është të rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë tani së fundmi procedurën e përkërimit për sa i përket bypassit aty të ajo. Jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit e trafikut brenda sheshit. Po, sakt ministër, ne aty procedura është përmbyllur, është bërë njoftimi i operatorit të fitues, edhe ndërkohë ne presim që këtë ditë në vijim ne të fillojmë lidhjen dhe vendosim tabelën për nisjen e punimeve. Po, dhe jep edhe një lloj zgjidhje, le të themi, asaj përmbylljes së autostradës Tiranë-Elbasan që bën edhe atë trafikun e tmerrshëm për të vazhduar në pjesën jugore të Shqipërisë. Dakor. Shtojmë edhe diçka që ndërtimi i kësaj vepre nuk ka ndikuar në dëshmërinë ditësore të banorëve të zonës, vazhdon trafiku, jemi dispostuar. Shumë mirë. Gjë e rëndësishme kjo edhe për të vazhduar ndërlidhjen e zonave. Dakor, inxhinier, faleminderit, dhe ditë mbar. Ami, faleminderit, ditë mbar.